Zoti deshi të tregojë në detaje të drejtat e grave, të drejtat e tyre në të gjitha aspektet. Ndoshta do të ndalim pak më në detaje këto të drejta, por surja Nisa është nga suret më të gjata të Kuranit famlar dhe e mori vetë emrin nga të drejtat e grave. Siç e përmendë, nuk ka një sure që quhet surja e burrave. Por nëse e shikojmë Kuranin në përgjithësi, do të gjejmë qoftë në emërtimet e sureve, do të gjejmë emërtime sipas gjës më të rëndësishme që është brenda asaj sure. Edhe sikur të jetë një citat apo një ajet kuranor, por gjëja më e rëndësishme që është brenda asaj kapitine, asaj sure, është pikërisht kjo nga e cila ka ardhur dhe emërtimi i surës. Kjo sure që është tash nga më të gjatat, pikërisht duke treguar detaje të drejtat, statusin e madh që kanë gratë në shoqërinë islame, mori vetë emrin Surja e Nisa. Ka dhe shumë sure të tjera faktikisht që flasin që boshtin kryesore kanë të drejtat e grave, siç janë në lidhje surja e Talak, kjo është e divorcit, në surën Nur, po ashtu flitet për gratë, në surën Ahzab flitet për gratë, në surën Mujadile është prapë për gratë, edhe madje në shumë raste është një grua shkaktarja apo sebebi që ajo sure ka zbritur, siç është rasti i surës Mujadile, domethënë që ajo që debatoi me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo debatoi si pasojë një padrejësie që u bë ndaj saj nga bashorti i saj, sepse në një kohë të caktuar bashorti, duke mos pasur më interes për bashortin e tij, ti tha si puna e nënës time për mua, ose si puna e motrës time për mua, që quhet dhihar, domethënë që i kthen shpinën asaj. Edhe ai shkoi tankohet tek profeti Muhammed alayhis salam, tha i dhash gjithë jetën time, i dhash gjithë rinin time, i rrita fëmijët e tij. A tani që mosha kaloi dhe un kam më shumë nevojë për të ma thot një fjalë të tillë, profeti alayhis salam nuk dinte se çfarë t'i thot. Faktikisht këtë histori e tregon Aisha, prap një grua, bashortja e pejgamberit alayhis salam, e cila e dëgjonte bashkëbisedimin me Zot të ulët në mes profetit Muhammed alayhis salam dhe asaj që po ankoi për bashortin e saj, por profeti alayhis salam nuk diti t'ia përgjigje kësaj. Pra ajo paraqiti përpara profetit Zotit, përpara gjykatësit një padrejësi. I padrejësi të madhe. Nuk shkoi shumë gjatë dhe Zoti zbriti surën Mujadele, domethënë kur Zoti tregon që e dëgjoi Zoti fjalën e asaj që erdhi të ankohet për bashortin e saj. Kjo sure vjen pikërisht për të vënë në vend një të drejtë të madhe të grave dhe vjen si pasojë një ankese e një shqetësimi që kishte njëra prej grave për të mbetur deri në ditën e fundit, ky rregull që burri ka të ndaluar qoftë me fjalë, të përdor fjalë të tilla që t'i jap ndjesinë bashortës së tij që ai nuk ka më interes për të, apo që e trajton atë si nënën, siç trajton nënën e tij apo motrën e tij.